Zulu 62 Florida Bravo, Zulu 62 Fox Bravo Portable over. Një radio portative me transmetues dhe marrës, një antenë, një bateri si burim energjie, njoja e kodeve të komunikimit. Këto janë gjithçka që i nevojitet radioamatorit Femi Bojniku për të vënë kontaktet dhe komunikimin me kolegët e tij në të katër anët e botës përmes valeve elektromagnetike në frekuenca të caktuara jo komerciale. Radioamatorizmi është pasion, sport, kultur, vullnetarizëm, por jo vetëm kaq. Ky përdoret në raste emergjente, ku komunikim tjetër nuk ka, edhe ky është komunikimi më i lehtë se nuk kërkon pajisje shtesë mbas veti, po e ka me një bateri, me një antenë, edhe mundesh me i bë lidhjet me tjera stacione në largësi të mëdha. Bojniku është një nga rreth 100 anëtarët e shoqatës së radioamatorëve të Kosovës, pjesë e Unionit Ndërkombëtar të Radioamatorëve nga viti 2014. Ata funksionojnë në kushte të ndryshme, por Bojniku ka pajisur mirë një radiostacion më të sofistikuar në Hajvali, rreth 11 kilometra nga Prishtina. Antena horizontale motorizuar e vendosur në një kullë rreth 30 metra të lartë i mundëson kapjen më të mirë të valeve. Kështu si e kam unë, është e domosdoshme për me bajt lidhje të larta dhe me mundësi të komunikimit sa më larg. Përndryshe unë kam komunikim me Australinë, me Zelandën e Re, me Tasmanin, domethënë nuk ka pikë më të lartë prej neve që mundesh me komuniku. Fillet e radioamatorizmit në botë, përfshirë edhe Kosovën, datojnë që nga lufta e dytë botërore. Regjimi dhunshëm i Serbisë në Kosovë nga viti 1990, radioamatorëve kosovar u apezulloi aktivitetet gjatë një dekade. Pas luftës së vitit 1999, edhe për një dekadë tjetër, radioamatorët nuk zhvilluan aktivitete deri në pajisjen e Kosovës me prefiks shtetëror në vitin 2011. Shoqata e radioamatorëve të Kosovës u rithemeluar në vitin 2012. Kam punuar shumë për ta fituar do thot kodin prefiksin kosovar, i cili sot njihet si Z6. Edhe në momentin kur është marrë kodi Z6, me njëherë jemi aktivizu ne si radioamator. Licenca për radioamatorizëm sigurohet nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ndërkaq trajnimi nga Shoqata e Radioamatorëve të Kosovës. Kryetarja e shoqatës, Belegu, thot se të gjitha institucionet e sigurisë dhe emergjencave kanë nevojë për individ të trajnuar për radioamatorizëm. Ata duhet të trajnohen, bile në nivelin bazë, edhe çdo herë ta kenë me vete një radiostacion për çështje të komunikimeve. Do të thotë ne nuk është nevoja të prisim të ndodhë një katastrofë. Në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, ku radioamatorët janë të përfshirë, rolin e radioamatorizmit e shohin si qendror në situata të jashtëzakonshme. Në atë rast, radioamatorizmi do të ishte, thash, vegla e fundit, e cila do të shpëtonte jetë të mira materiale dhe ambientin jetësor në zonat e goditura ose në komunitetet e goditura. Radioamatorët e Kosovës komunikojnë sot me botën përmes radiofonisë, radiogoniometrisë dhe përmes telegrafisë apo kodit të Morsit.